إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hamdi adhurimi janë për Zotin Gjellëshanuhu, atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi Allahut dhe i dërguari i fundit i Tij. Paqeja dhe bekimet e Zotit qofshin për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij, ata të cilët e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, jemi në muajin e parë të vitit Hijri, në muajin Muharram, dhe sot është dita e 4 e muajit Muharram. Dhe muaji Muharram është muaji i tretë i shejt rresht, i cili vjen pas muajit Dhul-Qa'da dhe Dhul-Hijja, ku para 1448 viteve ndodhi edhe imigrimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për 13 vite rresht i thirri popullin e Mekës të besojnë, njësojnë, adhurojnë Zotin Gjellëshanuhu, mirëpo shumica e Mekasve e refuzuan thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Profeti dhe besimtarët u maltretuan shumë. Pat nga ta edhe ranë dëshmor shahid, si familja e Al-Yasirit radhiyallahu anhum. Pat nga ata të cilët u maltretuan sa u lishin në vapën e madhe duke ju vendosur gur mbi supet e tyre, mbi shpinët e tyre, vetëm të mohonin Zotin Gjellëshanuhu dhe të kthehen në idhujtarinë në të cilën kishin qenë. Duke parë këtë situatë të vështirë, Allahu Gjellëshanuhu i lijoi muslimanëve të emigrojnë nga toka e vështirë e pasigurt në tokën e sigurt. Pas 2 emigrimeve të cilat i bën muslimanët duke kaluar detin e Kush në kontinentin e Afrikës, erdhi momenti që Zoti Gjellëshanuhu, kur e pa vendimin e pabesimtarëve Mekkas që të mbytet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga familjarët dhe të afërmit e tij, për të ndërprerë thirrjen në besimin Zotin një dhe luftimin e idhujtarisë, e lejoi Allahu Gjellëshanuhu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam të emigroj nga Mekja në Medinë. Omeri, prisi i besimtarëve, khalifja i dytë i drejtë, kur e mori udhëheqjen e shtetit islam, vendosi që viti i emigrimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë të jetë fillim i kalendarit islam dhe vazhdon të ai kalendar deri në ditët e sotit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në muajin e tretë udhëtoi nga Mekka në Medinë. Allahu Gjellëshanuhu kur fol për muajt Hurum të shenjtë, thot: "Te Allahu numri i muajve është 12, sipas hënës, ashtu si është në librin e Allahut prej ditës kur krijoi qejt dhe tokën. Prej tyre 4 janë të shenjtë. Kjo është fe e drejtë. Pra mos e ngarkoni me mëkat veten tuaj në ata 4 muaj. Luftoni të gjithë idhujtarët pa dallim, siç ju luftojnë ata juve pa dallim. E dini se Allahu është me ata që ruhen të keqijave." At-Tauba ajeti 36. Transmetohet nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Viti ka 12 muaj, prej tyre 4 të shenjtë, 3 të një pasnjeshme, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja dhe Muharram, kurse muaji Rajab është mes muajit Jumada al-Ukhra dhe Shaban. Muaji Muharram është quajtur me këtë emër për arsye të qenies së tij Muharram i ndaluar dhe për forcimit për ndalimin këtë argumenton fjala e Allahut Gjellëshanuhu, ku Allahu thot: "Pra mos e ngarkoni me mëkat veten tuaj në ata 4 muaj." Që do të thot
se në këta muaj mëkati është më i madh se në muajt tjerë. Nuk kuptohet nga fjala e Zotit xhallashanuhu që Allahu na ka ndaluar neve dhe atyre të cilët ishin para neve dhe atyre të cilët do të vinë pas neve, që mos e ngarkoni me mëkat vendin tuaj në ata 4 muaj dhe lejohet mëkati në 8 muajt e tjerë. Mirë po na ka treguar dhe na ka bërë qartë mëkatin të cilin e bëni para këtyre muajve të shenjtë dhe vazhdoni ta bëni në këta muaj të shenjtë, te Allahu ka peshë të madhe, për arsye që ka thehen kufit e të madhit Zot edhe në muajt më të shenjtë gjatë vitit. Katadja radiallahu rahimahullah për fjalën e Allahut ka thënë: pra mos e ngarkoni me mëkat veten tuaj në ata 4 muaj. Mëkati në këta 4 muaj është barë më e madhe edhe pse padrejësia dhe mëkati në çdo kohë janë të mëdha. Mirë po Allahu e madhron prej çështjeve të tij çfarë të doj. Gjithashtu thot, Allahu zgjedh nga krijesa çfarë të doj. Ka zgjedhur prej melekëve dhe njerëzve të dërguar. Ka zgjedhur prej fjalëve përmendjen e tij. Ka zgjedhur prej tokës xhamit. Ka zgjedhur prej muajve muajin Ramazan dhe muajt e shenjtë. Ka zgjedhur prej ditëve ditën e Xhumo. Ka zgjedhur prej natëve natën e madhe të Kadrit. Andaj madhëroni Allahun, madhëroni atë që ka madhëruar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj e madhrojnë atë që ka madhruar Allahu, të Zotet e kujtesës dhe mendjes. Kur filloi viti 14 i profecisë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nëpërmes Allahu xhallashanuhu i tregoi se pabesimtarët dëshirojnë ta mbysin dhe merr rrugën e gjatë i shoqëruar nga njeriu më i mirë pas profetëve, Ebu Bekrin radiallahu anhu. Allahu xhallashanuhu e shpëtoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e shpëtoi Ebu Bekrin radiallahu anhu dhe arritën në qytetin e Islamit, qytet kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte dërguar Mus'ab ibn Umairin, dëshmorin e betejës së luftës së Uhudit, për t'i thirrë popullin e Medinës në Islam. Dhe e mori qyteti i Yathribit, Medinës sotme, nga ardhja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditët e sotme emërtohet dhe quhet qyteti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Medinet Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar besimtar, ajo që jep vlerë këtij muaji që jemi tani është vlera e agjerimit vullnetar gjatë gjithë muajit Muharram dhe është shumë e madhe. E sidomos agjerimi i ditës së 10 transmetohet nga Ebu Hurajra se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: agjerimi më i vlefshëm, agjerimi më i vlefshëm, agjerimi më i vlefshëm pas agjerimit të Ramazanit është agjerimi i muajit Muharram. Dhe ata të cilët kanë mundësi të agjerojnë sa më shumë gjatë gjithë këtij muaji, preferohet agjerim, ashtu si agjerojnë besimtarët musliman gjatë muajit Ramazanit. Dhe agjerimi të nderuar besimtar bëhet në këtë formë, duke ndaluar nga ushqimi dhe pija dhe prej gjërave tjera që e prishin agjerimin me njetë prej agimit të mëngjesit, do të kur thirret ezani i sabahit deri në perëndimin e diellit. Këtë agjerim e njohin muslimanët dhe muslimanët nuk njohin forma tjera të agjerimit. Këtë agjerim e njohin muslimanët dhe muslimanët nuk njohin forma tjera të agjerimit, përveç se ndërprerja e ushqimit, pijes, marrëdhënieve seksuale me bashkëshortet e tyre, nga fjalët e pista, punët e pista, nga ezani i sabahit deri në ezanin e akşamit, njëjtë si në Ramazan edhe pas Ramazanit. Abdullahi, djali i Mesudit radiallahu anhu, ka porositur dhe ka thënë: ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Pasoni sunetin dhe mos shpikni risi, bidate, sepse ju është mjaftuar me fen që Allahu e ka plotësuar. Po ashtu transmetohet prej Abdullah ibn Mesudit se i ka thënë: ajo që nuk ka qenë fe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ajo që nuk ka qenë fe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij, nuk mund të jetë fe sot.
Këtë e kanë përmendur dietarët kur kanë folur për ndalimin e risive dhe domosdoshmërinë e pasimit të Kuranit dhe Sunetit sipas kuptimit të parëve tanë të mirë. Dhe dijeni se çdo adhurim, afrim tek Allahu apo praktik fetare që nuk ka pasur bazë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij nuk mund të konsiderohet pjesë e fesë pas plotësimit të fesë islame. Allahu xhalla shanuhu në ditën e Arafatit, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu haxhive, kolu Zotin xhalla shanuhu, haxhive të vendit tonë dhe gjitha vendeve të cilët e kanë kryer haxhin këtë vit dhe para këtij viti, Allahu t'ja ketë pranuar haxhin. Gjithashtu e lutim Zotin xhalla shanuhu që gjithë ata të cilët kanë dëshirë me shku në haxh, Allahu ja mundsoft kryerjen e haxhit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke marrë fjalimin në hutben e lamtomirës në haxhin e lamtomirës muslimanëve dhe kërkon nga muslimanët që aju kam shefur diçka nga feja. Mos kom nal diçka të veçantë për veten time dhe familjen time. Aja kom përcjell amanetin e Zotit. Sahabët ju përgjigjen një zëri na ke transmetuar me atë të cilët e ka ngarkuar Allahu xhalla shanu. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ngriti gishtin e tij tregues drejt qiellit për të treguar se Allahu xhalla shanu mbi shtatë qiell dhe kërkoi që edhe Zoti xhalla shanuhu të dëshmon për të se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përcjell amanetin, obligimin me të cilin është ngarkuar nga Allahu xhalla shanuhu. Dhe Allahu xhalla shanuhu e zbriti fjalën e tij ku thot el yawma akmaltu lakum dinakum. Sot ju plotësova fen tuaj. Prandaj feja është e plotë dhe nuk ka nevojë për shtesa apo shpikje në adhurim. Për arsye që adhurimi është njëra prej shtyllave të fesë islame. Adhurimi me agjerim është njëra prej shtyllave të fesë islame. Atëherë si muslimanët kanë mundësi të agjerojnë dhe me agjerimin e tyre të kërkojnë të afrohen të Zoti xhalla shanu me një agjerim të cilën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pa, nuk e ka porosit dhe nuk e kanë dëgjuar që të aprivoj të pranoj. Për atë çdo adhurim me të cilën njerëzit e shpikin gjatë historisë njerëzimit, te Allah është të refuzuar. Për arsye që për pranimin e çdo vepre të ndëruar besimtar kërkohet nga çdo person, burr apo gru, dy kushte pa të cilat nuk pranohet asnjë vepër. E para, që vepra të jetë për Zotin sinqerisht. Kjo është kushti i parë. A mjafton që njëti të jetë i sinqert për pranimin e veprës? Nuk mjafton. Vepra e dytë dhe kushti i dytë, që Allahu xhalla shanuhu e kërkon nga çdo musliman dhe musliman që ti pranohet të jetë sipas traditës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kuptoni dhe tregojuni që feja islame është e plotë dhe nuk ka nevojë për shtesa apo shpikje në adhurim. Gjatë historisë së njerëzimit e kemi edhe ngjarjen e madhe cila ka ndodhur në këtë muaj. Në këtë muaj të ndëruar besimtar, Allahu xhalla shanuhu e shpëtoi Musain alayhi salam, vllaun e tij Harunin alayhis salam dhe popullin e tij nga mizorit e faraonit në Egjipt. Për këtë transmetohet nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma se ka thënë: erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe i pa çifutët të cilët jetonin 3 fise në Medinë, duke pritur që profeti i fundit të jetë nga mesi i tyre. Jo që ata i kishin besuar profetet të cilët kanë qenë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po për të vazhduar rrugën e mohimit, injorimit, mbytjes së profetëve. Kur erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, i pa çifutet duke agjëruar ditën e Ashurës dhe tha: "Ç'është kjo?" I thanë: "Kjo është ditë e mirë. Në këtë ditë Allahu i shpëtoi Beni Israelet nga armiku i tyre dhe ka agjëruar këtë ditë Musai alayhis salam në shej falenderimin ndaj Zotit xhalla shanuhu." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha çifutëve: "Unë jam më meritor për Musain alayhis salam se sa ju, se ju jeni pabesimtar." Dhe agjeroi këtë ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka urdhëruar që të agjerojnë muslimanët e Medinës. Në transmetimin e Muslimit është përmendur në hadith, kjo është një ditë e madhe. Në këtë ditë Allah shpëtoi Musain alayhis salam dhe popullin e tij dhe fundosi faraonin dhe popullin e tij dhe ka agjëruar Musa alayhis salam në shenjë falënderimi ndaj Allahut, prandaj edhe ne agjërojmë këtë ditë.
Po ashtu transmetohet nga Buhariu se i dërguari i ka thënë shokët e tij, ju jeni më meritor për Musajn alayhis salam se sa që futet, prandaj agjeroni këtë ditë. Dhe dihet fjala e njohur e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë, profetet janë vëllezër. Të gjithë profetet ishin musliman dhe të gjithë profetet u akomuntonin popullit e tyre fenë islame. Agjerimi i ditës së Ashurës ka qenë traditë e njohur edhe në periudhën e ignorancës para shpalljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe transmetohet nga Aisha nëna besimtare radhiyallahu anha, e cila ka thënë, populli ynë e agjeronin këtë ditë edhe para Islamit. Thot Imam el-Kurtubi, me siguri Kureshve ju ka mbetur kjo traditë nga feja e Ibrahimit alayhis salam dhe është vërtetuar se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka agjëruar këtë ditë edhe në Mekë para se të shpërngulen në Medinë. Pastaj ka hasër të çifutët të cilët e festonin këtë ditë, gratë e tyre u stolisnin me rrobat e bukura dhe për të dalluar besimtarët nga jo besimtarët, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk i alijoi muslimanëve kremtimin e kësaj dite, por i urdhëroi besimtarët me agjerim. Vlera e agjerimit të ditës së Ashurës është vlerë e madhe. Transmetohet nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma se ka thënë, asnjëherë nuk e kam parë të dërguarin sallallahu alaihi wasallam më të kujdesshëm në agjerim se sa për agjerimin e ditës së Ashurës dhe muajit Ramazan. Buhariu. Po ashtu ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, me agjerimin e ditës së Ashurës shpresoj tek Allahu të më fal mëkatet e vitit të kaluar. Pra kjo është dhunti i Allahut xhallashanuhu dhe mëshira e tij ndaj besimtarëve, ku për një ditë të agjerimit vullnetar i shlyen gjunat e një viti. Prandaj të jemi sa më të kujdesshëm që mos na kaloj kjo ditë pa agjeruar. Cila është dita e Ashurës? Cila ditë është Ashura? Vetë fjala Ashura në gjuhën arabe do të thotë e 10-ta, pra dita e 10 e muajit Muharram. Është sunet që të agjerohet dita e 9 dhe e 10 e këtij muaji. Transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kur agjeroi dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ditën e 10 dhe urdhëroi për të agjeruar, i thanë shokët e tij, këtë ditë e madhërojnë çifutët dhe të krishterët, o i dërguari i Allahut. Ai u kthei duke thënë, kur të vi viti i ardhshëm inshallahu e agjerojmë edhe ditën e 9 dhe ditën e 10. Mirë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë vit vdiq dhe nuk e arriti të agjeron ditën e 9 me ditën e 10 në vitin të cilën lajmëroi. Mëkatet që falen me agjerimin e ditës së Ashurës besimtar është fjala e Imam Nevovit, i cili thotë, me agjerimin e ditës së Ashura falen të gjitha mëkatet e vogla, përpos mëkateve të mëdha. Po ashtu Ibn Taymija thotë, abdesi, namazi, agjerimi i muajit Ramazanit, ditës së Arafatit të cilën e patëm në muajin e kaluar, dhe ditës së Ashurës falen vetëm mëkatet e vogla, ndërsa sa i përket mëkateve të mëdha, përpos veprave të cilat i përmendëm, besimtari duhet penduar me kushtet e pendimit. Parasysh që mëkatet janë mes neve dhe Zotit xhaleshanu dhe mes neve dhe njerëzve. Njerëzve duhet kthyr obligimet tona ndaj tyre, dhe nëse janë borxhe gojore, duhet t'ia kërkojmë halalin para se të vdesim. Ndërsa nëse janë mes neve dhe Allahut xhaleshanu, duhet pendohemi sinqerisht për gabimet të cilat i kemi bërë. Duhet t'ia japim besën Zotit xhaleshanu që nuk do të kthehemi në gabimet të cilat i kemi bërë, dhe do të fillojmë të kryejmë vepra të cilat nuk kemi kryer, siç janë namazi, agjerimi, dhënia e zakatit apo haxhi. Të gjitha këto obligime, në qoftë se muslimani dhe muslimonja i lën, ngarkohet me mëkatet të mëdha në jetën e tij. Ditën e Ashurës këtë vit me lejen e Zotit do ta kemi në ditën e 8 të javës që vjen. Allahun xhaleshanuhu e lutim me na dhon jetë të gjatë dhe vepra të mira. Zoti na ruaj të gjithëve nga çdo e keqe dhe lutim Zotin xhaleshanuhu të na bëjë të mundur që të jetojmë në Islam dhe të adhursojmë shpirtin duke qenë në Islam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة